Lufta e dytë botërore ishte konflikti më i madh në historinë e njerëzimit. Ai ushtri në çdo kontinent, shkaktoi vdekjen e miliona njerëzve dhe riformsoi botën moderne. Por përse u zhvillua në këtë mënyrë? Përse aleatët dolën përfundimisht fitues? Apo ndoshta, pyetja më e saktë është përse fuqitë e boshtit dështuan. Duke ndjekur ngjarjet kryesore, pikat e kthesës dhe përvojat njerëzore të luftës, mund të fillojmë të kuptojmë se si u përcaktua rezultati i saj. Për ta bërë këtë, duhet të kthehemi fillimisht në vitet 1920. Në atë kohë, disa shtete kishin ndikim të madh global, por dy prej tyre qëndronin qartazi mbi të tjerat si superfuqi të vërteta. Britania, me perandërinë më të madhe në histori, dominonte detet përmes flotës së saj të fuqishme. Shtetet e Bashkuara ndërkohë ishin vendi më i pasur në botë dhe qendra financiare globale. Ky ekuilibër u shkatrua në vitin 1929, kur ekonomia botërore u rrëzua. Ndërsa Britania dhe Shtetet e Bashkuara u tërhoqën për të përballur me krizat e brendshme, u krijua një vakum pushteti. Në këtë paqëndrueshmëri, regjime nacionaliste dhe militariste u ngritën në skenë, veçanërisht në Gjermani dhe Japoni. Këto qeveri synonin të ndërtonin perandori që do të siguronin burimet e nevojshme për të konkurruar me superfuqitë ekzistuese. Të vendosura për të shmangur një tjetër konflikt shkatrues, Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara doqën politika që synonin ruajtjen e paqes. Shtetet e Bashkuara u angazhuan për neutralitet përmes ligjeve, ndërsa Britania adoptoi politikën e zbutjes. Një strategji që sot kritikohet gjerësisht, por që në atë kohë ishte popullore. Një simbol i kësaj qasje ishte deklarata anglo-gjermane e nënshkruar nga kryeministri britanik Neville Chamberlain dhe Adolf Hitleri pas konferencës së Minihut. Britania dhe Franca kishin pranuar që Gjermania të aneksonte pjesë të Çekosllovakisë me shpresën për të shmangur luftën. Chamberlain besonte se kjo marrëveshje garantonte paqen, por brenda një viti ai do detyrohej të shpallte luftë kundër Gjermanisë. Ndërkohë, një epokë e re konfliktesh globale kishte filluar tashmë diku tjetër. Në vitin 1931, Japonia pushtoi Manxhurinë dhe shpejt u përfshi në një luftë të plotë me Kinën. Pavarësisht sukseseve fillestare, territori i gjerë dhe rezistenca e vazhdueshme kineze e dobësuan për parimin japonez. Krahas luftimeve, forcat japoneze kryen mizori të shumta ndaj civilëve. Gjatë luftës, deri në 20 milion kinez humbën jetën. Në Europë, Gjermania zgjeroi gradualisht territorin e saj, duke rimilitarizuar Rhinelandin, aneksuar Austrinë dhe pushtuar Sudetenlandin në vitin 1938. Hitleri pretendoi se këto veprime kishin përmbushur ambicet gjermane, por në vitin 1939 ai pushtoi pjesën e mbetur të Çekosllovakisë. Ky ishte një moment kyç. Megjithse të papërgatitura, Britania dhe Franca u zotuan të mbronin Poloninë. Kur Gjermania e pushtoi atë më vonë atë vit, Europa u zhyt në luftë të plotë. Situata u bë edhe më tronditëse kur Bashkimi Sovjetik ju bashkua Gjermanisë në ndarjen e Polonisë. Pavarësisht se ishin armiq ideologjik, të dy regjimet i lanë përkohësisht me një anë dallimet dhe riformsuan Europën lindore. Sovjetikët përfshin shtetet baltike dhe pjesë të Rumanisë dhe Finlandës, ndërsa Gjermania pushtoi Danimarkën dhe Norvegjinë. Pak më vonë, forca gjermane rritën një nga fitoret më dramatike të luftës, duke mposhtur Francën dhe vendet e ulta në vetëm 6 javë përmes sulmeve të shpejta dhe të koordinuara. Britania mbeti tani e vetme. Evakuimi në Dunkirk shpëtoi një pjesë të madhe të ushtrisë britanike, por pothuajse i gjithë armatimi i rënd u braktis. Për shumë vëzhgues, Gjermania dukej e pandalshme. Megjithatë, Britania nuk ishte plotësisht e izoluar. Mbështetje erdhi nga perandoria, nga qeveritë në mërgim dhe gjithnjë më shumë nga Shtetet e Bashkuara. Më e rëndësishmja, Britania refuzoi të dorëzohej. Mbijetesa e Britanisë u mbështet në disa avantazhe kyçe. Kanali i La Manchit përbënte një pengesë natyrore mbrojtëse.
Marina mbretërore mbeti më e madhe në botë dhe forcat ajrore mbretërore dispononin avion të avancuar dhe një sistem të integruar të mbrojtjes ajrore. Së bashku, këta faktor penguan një pushtim gjerman dhe mbajtën Britaninë në luftë. Gjermania, Japonia dhe Italia formalizuan së shpejti aleancën e tyre si fuqitë e boshtit. Në pamje të parë, pozita e tyre dukej e fortë, por problemet e thella po shfaqeshin tashmë. Italia po dështonte në Greqi dhe në Afrikën e Veriut. Gjermania përballej me mungesa ushqimi dhe nafte për shkak të bllokadës detare britanike dhe varri gjithnjë më shumë nga tregtia me Bashkimin Sovjetik. Japonia, duke u përpikur të dobësonte Kinën, pushtoi Indokinën franceze, duke provokuar një reagim të ashpër nga Shtetet e Bashkuara. Edhe pse ende jo zyrtarisht në luftë, Shtetet e Bashkuara po mbështesin gjithnjë më shumë aleatët. Raportet mbi mizoritë japoneze në Kinë ndryshuan opinionin publik amerikan. Si përgjigje ndaj zgjerimit japonez, SBA-t vendosën embargo mbi naftën dhe çelikun, të cilave ju bashkuan më vonë Britania dhe Holanda. Brenda një kohe shumë të shkurtër, Japonia humbi aksesin në 94% të importeve të saj të naftës. Njëkohësisht, industria amerikane filloi të furnizonte aleatët me sasi të mëdha armësh, ushqimi dhe pajisjesh përmes programit Lend-Lease. Këto presione i lanë fuqitë e boshtit me shumë pak zgjedhje. Japonia rrezikonte të humbiste luftën në Kinë, ndërsa Gjermania përballej me një varësi gjithnjë e më të madhe nga armiku i saj ideologjik, Bashkimi Sovjetik. Në vitin 1941, të dyja vendosën të rrezikonin gjithçka për të zgjeruar dhe për të siguruar burimet jetike. Në qershor të 1941-shit, Gjermania nisi një pushtim masiv të Bashkimit Sovjetik, më i madhi në histori. Udhëheqësit nazist besonin se fushata do të ishte e shpejtë, duke i konsideruar popujt slav si të dobët dhe inferior. Ky supozim rezultoi katastrofik. Sovjetikët treguan një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, duke zhvendosur industri të tëra për tim maleve ural dhe duke furnizuar vazhdimisht forcat e tyre. Miliona civil dhe ushtar sakrifikuan jetën në atë që u quhet lufta e madhe patriotike. Deri në dhjetor të 1941-shit, përparimi gjerman u ndal vetëm pak larg Moskës. Fitoria e shpejtë që i duhej Gjermanisë nuk u realizua. Pothuajse në të njëjtën kohë, Japonia ndërmori lëvizjen e saj vendimtare. Në vend që të sulmonte sovjetikët, ajo u drejtua nga jugu, drejt rajoneve të pasura me burime në Azinë Juglindore. Duke parashikuar përplasjen me Shtetet e Bashkuara, Japonia ndërmori një sulm të befasishëm kundër flotës amerikane të paqësorit në Pearl Harbor, duke futur plotësisht SBA-n në luftë dhe duke shndërruar konfliktin në një luftë vërtet globale. Ofensivat e hershme të Japonisë fillimisht patën sukses. Ajo pushtoi territore të gjëra dhe siguroi shumë nga burimet për të cilat kishte nevojë urgjente. Udhëheqësit japonez besonin se nëse këto fitore do të mbroheshin me vendosmëri të mjaftueshme, Shtetet e Bashkuara, të cilat i shihnin si të pavendosura, do të detyroheshin të negocionin. Por ndodhi e kundërta. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Bashkimi Sovjetik bashkënduan përpjekjet e tyre dhe u angazhuan për një fitore të plotë. Sulmi ndaj Pearl Harborit i dha fund pothuajse brenda natës izolacionizmit në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Roosevelt, së bashku me Churchillin dhe Stalinin, ranë dakord se vetëm dorëzimi i pakushtëzuar i fuqive të boshtit do të ishte i pranueshëm. Strategjia e aleatëve u përqendrua në një luftë të gjatë konsumimi në tokë, det dhe ajër, duke shfrytzuar e përsi ndërmuese në fuqi punëtore, burime dhe kapacitete industriale. Kjo fuqi industriale rezultoi vendimtare. Avion si B-24 Liberator simbolizonin forcën prodhuese të aleatëve. Në kulmin e prodhimit, fabrika Willow Run në Michigan nxirrte një avion çdo 63 minuta. Balanca e luftës filloi të ndryshonte me shpejtësi. Deri në vitin 1942, kriptologët aleat kishin depërtuar në komunikime gjermane dhe japoneze, duke mundësuar fitore vendimtare. Në betejën e Midway, forcat amerikane
fundosën 4 aeroplan bajtëse japoneze, duke gjimtuar fuqinë sulmuese detare të Japonisë. Në frontin lindor, përpjekja e Gjermanisë për të pushtuar fushat e naftës në Kaukaz përfundoi në katastrofë në Stalingrad. Betejë më e përgjakshme e luftës, ku një ushtri e tërë gjermane u rrethua dhe u shkatërrua. Fuqitë e Boshtit kishin synuar një fitore të shpejtë, por përfunduan të bllokuara në një luftë të gjatë konsumimi, të tejkaluara në numra dhe prodhim. Nga ky moment të tutje, përgjegjësia për ta shndërruar e përsinë në fitore i takonte plotësisht aleatëve. Betejë e Atlantikut nuk ishte një përplasje e vetme madhështore, por një luftë e vazhdueshme që zgjati gjatë gjithë konfliktit. Në ndërtese gjermane u përpoqën të ndërprisnin linjat e furnizimit të Britanisë duke fundosur anije tregtare. Humbjet arritën kulmin në vitin 1942, gjatë asaj që 9 detar gjerman e quajtën koha e dytë e lumtur. Megjithatë, aleatët reaguan duke prodhuar masivisht anije Liberty, duke përmirësuar sistemet e konvojeve dhe duke futur teknologji të reja. Avionët me rreze të gjatë veprimi mbyllën boshllëkun e Atlantikut të mesëm. Sonari dhe pajisjet e zbulimit lokalizuan në ndecet, ndërsa armë të reja si mortaja Hedgehog rritën efektivitetin e luftës kundër tyre. Deri në vitin 1943, aleatët kishin marrë e përsinë dhe po e mbytnin gradualisht Boshtin me blokadat të veta. Edhe Japonia u përball me presione të ngjashme, teksa përpiqej të transportonte burime nga territoret e pushtuara në ndecet dhe avionët amerikan shkatruan flotën e saj tregtare. Mungesa të rënda të karburantit e detyruan Japoninë të shkurtonte ndjeshëm trajnimet e pilotëve, duke i lënë ekuipazhet e papërvojë përballë forcave aleate më të trajnuara. Me ndryshimin e vrullit, aleatët kaluan vendosmërisht në ofensivë. Ata përparuan në pajësor përmes fushatave të kërcimit nga ishulli në ishull, rimorën Ukrainën në lindje dhe nxorën Italinë nga lufta. Fuqia ajrore aleate tani godiste drejt për drejt territoret e Boshtit. Britania dhe Shtetet e Bashkuara nisën bombardime të pandërprera kundër Gjermanisë. Bombarduesit britanik shkatronin qytetet natën, ndërsa amerikanët synonin objektivat industriale ditën. Humbjet ishin të rënda për të dyja palët, por fushata e detyroi Gjermaninë të shpërndante prodhimin e avionëve, duke ulur ndjeshëm efikasitetin. Avionët luftarak të Luftwaffes u tërhoqin nga betejë të kushtueshme kundër bombarduesve amerikan të mbrojtur fort, duke konsumuar gradualisht fuqinë ajrore gjermane. Bombarduesit amerikan arritën edhe Japoninë, duke kryer sulme shkatruese me bomba zjarrvënëse që rrafshuan qytete të tëra. Po atë vit, aleatët zbarkuan në Francë në ditën D, ndërsa Bashkimi Sovjetik nisi operacionin Bagration në lindje. Të dy ofensivat shkatruan mbrojtjen gjermane. Forcat aleate jo vetëm që ishin më të shumta në njerëz dhe pajisje, por kishin edhe logjistikë superiore, duke përdorur transport të motorizuar, ndërsa ushtritë e Boshtit mbështeteshin ende kryesisht te kuajt. Komandantët aleat kishin mësuar, shpesh me kosto të lartë, se si të zhvillonin një luftë moderne në mënyrë efektive. Vendimet të udhëheqjes rezultuan vendimtare. Në fillim të luftës, komandantët gjerman kishin liri veprimi, gjë që mundsoi fitore të shpejta, si fushata e Francës në vitin 1940. Me kalimin e kohës, Hitleri e centralizoi vendimmarrjen, duke refuzuar gjithnjë më shumë këshillat dhe duke ndaluar tërheqjet strategjike. Kjo ngurtësi rezultoi katastrofike. Stalini përkundrazi gradualisht filloi të besonte gjeneralëve të tij, duke rritur efektivitetin sovjetik. Si pasojë, përparimi aleat u bë i qëndrueshëm dhe i pakthyeshëm. Pavarësisht humbjes së pashmangshme, Gjermania dhe Japonia refuzuan të dorëzoheshin. Në Japoni, kjo u shfaq në formën ekstreme të sulmeve vetvrasëse, të nxitura nga bindja se dorëzimi ishte një turp i papranueshëm. Në Gjermani, Hitleri vuri shpresat të të quajturat armë hakmarrje, si bomba fluturuese V1, duke besuar se terrori do t'i detyronte aleatët të negocianin. Në vend të kësaj, këto programe shtëruan burime jetike
dhe kushtuan jetën e 10 mijëra punëtorëve të skllavëruar. Dërsa Gjermania ndiqte shpesa të reme, aleatët investuan në një armë vendimtare të re, bombën atomike. Në maj të 1945-s, Gjermania e shtypur nga lindja dhe perëndimi, u detyrua të dorëzohej. Japonia vazhdoi luftën derisa bombardimet atomike të Hiroshimes dhe Nagasakit, së bashku me pushtimin sovjetik të Manchurisë, e bën të qartë se rezistenca e mëtejshme ishte e kotë. Në gusht të vitit 1945, lufta e dytë botërore përfundoi. Abononi në këtë kanal nëse dëshironi të shikoni më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.